Në studion e Euronews sot me një për të folur në këtë pjesë të programit sërish për procesin e numërimit, projekcionet dhe se në cilën fazë është deri në momentin që ne flasim procesi i numërimit në rang kombëtar. Në shumë ZZ procesi ka ndaluar për shkak se edhe numëruesit po pushojnë, ndërkohë që do të vazhdoj besoj numërimi i votave vetëm pak momente më vonë. Ndërkohë në studio që kisha Helena Elilni pedagogen do të jetë së bashku me ne, ndërkohë Haris Vongli na bashkohet për me Skype, pedagoge, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe përgëzime dhe përgëzimet e mjet për zemër për punën e palosshme që po bëni. Faleminderit, është bërë në fakt një punë shumë e madhe, kolosale, si në studio dhe në terren nga gjithë kolegët e Euronews i duhen falenderuar dhe duhet vlerësuar puna e tyre. Në fakt dhe i fundit por jo më pak i rëndësishmi Zenel Hoxha, themeluesi i komunitetit shqiptar në Londër. Faleminderit që na bashkohesh. Si e ke parë këtë proces dhe sa pritshmëri ke tek vota e diasporës që në fakt do të jetë një proces që do të avonojë edhe certifikimin e rezultatit final nga KQZ? Në pamje është, mund të them, një progres, veçanëse kemi 33 vjet që monitorojmë zgjedhjet në Shqipëri. Nuk pati në një shfaqje, me fjalë që mund të shënohesh qoftë nga monitoruesi ndërkombëtar ose ato kombëtar, pra mendoj që kjo është një gjë shumë pozitive, e cila do të reflektohet edhe në raportet e ndërkombëtarëve. Por ajo që është më e veçanta është se kësaj radhe diaspora mori pjesë në zgjedhjet parlamentare. Pas përpjekjeve për rreth 25 vjetësh, ne si komunitet që jemi në Britaninë e Madhe, pra kemi 25 vjet që kemi kërkuar që të ndodhte një gjë të tillë. Por, siç thuhet, më mirë vonë se kurrë. Kështu që kjo ishte pozitive. Shpresojmë që në zgjedhjet e ardhshme të ketë një pjesëmarrje më të madhe, për arsye sepse gjysma e shqiptarëve, pra e kombit shqiptar është jashtë Shqipërisë, kështu që ajo duhet reflektohet edhe në pjesëmarrje. Gjithmonë është e kuptueshme që diaspora është më e pavarur, kështu që unë mendoj që rezultati është më real, ndryshe ndodh me votuesit brenda në Shqipëri, ku gjithmonë ka patur historikisht kontestime. Kështu që pjesa e diasporës mendoj që duhet jetë e mirëqënë, ashtu siç do të jetë edhe nga rezultatet, siç thatë dhe ju, numërimi vazhdon. Unë isha mbrëm tek qendra olimpike, pra pash nga afër procesin e numërimit. Është shumë i ngadalt, edhe për shkak se ka mungesë të burimeve njerëzore, pra nuk është mungesë komisionerësh, mungesë vëzhguesish, mungesë numëruesish, po. Por edhe është vetë dhe procesi i tillë, sepse janë dy procese, është ai partijak, është edhe ai individual, kështu që do ketë dy numërime. Por shpresojmë që për 2-3 ditë të finalizohet dhe të shikojmë realisht se çfarë kanë folur, sidomos në rastin konkret diaspora, po për pjesën tjetër të mbrojtshme dihet tashmë rezultati votues. Po kam një kombinim shumë interesant në fakt me ju të tre. Jeton në Britaninë e Madhe, jeton në Shqipëri, nuk ka zgjedhur të jetojë jashtë në asnjë moment jetës së saj. Haris i ka patur disa ulje ngritje, ka ardhur në Shqipëri për të kontribuar në Shqipëri, është gënjur, ka ikur, ka ardhur dhe tashmë ka ikur dhe nuk besoj që do vi më të jetojë në Shqipëri. Haris, si e ke parë këtë proces votimi dhe ke votuar me postë, pjesë e diasporës që ke votuar me postë dhe pjesë e intelektualëve në fakt që ke qenë një zë shumë kritik ndaj qeverisë së zotit Rama dhe mënyrës se si është proceduar në fakt me qeverisjen e tij. Beson që vërtet mund të ketë ndikim sa i takon kalkulimit final të votës së diasporës? Kanë qenë më të ndërgjegjshëm, më të vetëdijshëm, më të tërhequr dhe më të pandikuar nga politika për të votuar vërtet partinë apo kandidatin që kanë dëshiruar dhe kanë vlerësuar? Në fakt, kësaj herë unë kam votuar nga Shqipëria, jam në Tiranë, por pa mundësi për të ardhur aty fizikisht, duke qenë se kam ndonjur duke monitoruar për orë të gjata të gjithë procesin dhe kjo ka sjellë edhe
edhe lodhi. Gjithsesi dua të them që si pjesë e diasporës, pra dhe lëvizjes Diaspora për Shqipërinë e Lirë, ne kemi orë të tëra që diskutojmë me njëri tjetrin, pasi kemi dhe vëzhgues shumë aktiv të diasporës që na raportojnë nga terreni. Qysh në krye të herës, pra që në fillimet e para janë konstatuar disa anomali që kanë sjellë edhe debate ose le të them anger, pra inat mes nesh, sepse kishte pritshmëri më të larta për procesin e votimit. Janë parë përdorime listash fizike në mas, është parë një administratë publike e politizuar shumë aktive, prani patronazhistësh në çdo qendër votimi dhe sigurisht shumë provokime dhe kërcënime. Në optikën time, sigurisht në përgjithësi ka shkuar mirë, sepse jemi në 2025, jemi vend antar në NATO, nuk e di se çfarë duhet të prisnim për ta quajtur, le të themi, problematike. Fakti që ka fituar qeveria, pra Partia Socialiste në pushtet pas 12 vitesh, një gjë e paprecedent kjo në një vend demokratik, është parë vetëm në vende autoritare dhe po të shohim edhe atë sloganin me Edi Ramën në 2030-ën, do të thotë që dhe në 2029-ën duhet fitoj qeverin për të mbajtur premtimin që në 2030 do të na fusin në BE. Kjo ka qenë një retorik shumë e padrejtë, një retorik që në optikën time liderat perëndimor nuk e përdorin, sepse Shqipëria nuk është e Edi Ramës, nuk është e qeverisë, nuk është e Partisë Socialiste dhe nuk besoj që vetëm me Edi Ramën apo vetëm me ndonjë individ tjetër Shqipëria do të bënte pjesë në BE. Shqipëria do të jetë pjesë në BE atëherë kur të përmbush të gjitha kërkesat dhe domethënë ka qenë gjitha një retorik boshe me një mungesë të theksuar programi. Le të themi që jam përgjithsisht e zhgënjur nga vota e diasporës dhe nuk mendoj që duke njohur pse je zhgënjur nga vota diasporës kur sapo ne janë hapur zarfet e para dhe do të kemi shumë ditë pune në fakt në aty tek stadiumi olimpik ku do të numërohen vota. Do të jetë një proces i ngadalt, por nuk dihet ende se nga do tanoj vota, apo ku do të jetë shumica e votës, ku do jetë e drejtuar. Jo. Them që jam e zhgënjur nga vota diasporës për edhe reagimet që ka pasur. Sigurisht nuk ka shkuar deri në fund numërimi dhe dua të them dhe për nga numri. Pra në optikën time, kjo pa që në fillim që në votën e parë, cila doli e pavlefshme, pra ajo fryma që dhe vota e parë që erdhi ishte votë për Partinë Socialiste, madje bëri publike zoti Gjiknuri. Fal zotit doli një votë e pavlefshme, po flas për frymën këtu. Pra jam zhgënjur për frymën sepse në çdo vend të botës ai që largohet, pak në po të marrë të larguar në 12 vitet e fundit, kjo do të ishte absolutisht një vot revolte, sepse unë besoj që kësaj here i ka fituar, sigurisht që kësaj here i ka fituar me shumë problematika, por i ka fituar zgjedhjet për mua një nga bandat më të rrezikshme, që është edhe një Haris, është problem i bandave që më artikulon i Partisë Socialiste që rikonfirmon një mandat 4 qeverisës me atë pjesëmarrje dhe me atë shumicë votash që ka marrë, apo është problemi i alternativës që u dha paktën nga Partia Demokratike, nga mënyra se si u bën listat, si u formuluan listat, si u përzgjodhen kandidatët dhe te qëndrimi i Berishës në krye të Partisë Demokratike? Janë të gjitha bashkë, janë të gjitha nga pak, në mënyrë që ne ta shërojmë dhe ta nxjerrim nga bataku ku ndodhet Shqipëria, politikisht nga ana ekonomike, sociale, kulturore, do të duhet të mbajmë të gjitha palët përgjegjëse. Unë nuk ta them dot numrin e jashtëzakonshëm të mesazheve që ka marrë në këto orët e fundit, pra që nga momenti i parë i votimeve dhe deri më tani, pra e theksoj, kanë qenë votime dhe jo zgjedhje. Më pak më përpara në analizën që po bënit ju thatë që ka edhe mungesë burimesh njerëzore. Ka mungesë burimesh njerëzore të nderuar të gjithë që jeni aty në studio, sepse ky vend dita ditës po boshatisat dhe ky është një trishtim i madh. Unë kam qenë aktive dhe bëjmë shumë. Haris, me lejo që ta bëjmë edhe në formë bashkëbisedimi para se të kemi edhe një ndërhyrje nga zoti Hoxha dhe nga Elena këtu në studio. Shihet si mungesë e burimeve, shihet si frikë për të qenë komisioner vëzhgues për të marrë pjesë në këtë mbarvajtje të procesit, apo ka një lloj zhgënjimi nga ana e kampit të djathtë që dhe vetë komisionerët i kanë ikur. Ditën e sotme për të bërë këtë program
në 180 minuta transmetim, vetëm ta mbaroj të lutem, kam bërë, mund të them, mbi 30 telefonata në kampin e djathtë, në emra që gjithmonë më janë përgjigjur për të qenë prezent në çdo kohë në Euronews dhe kanë zgjedhur mos të dalin. Jo sepse nuk mundeshin, jo sepse kjo orë nuk ju përkonte, por sepse zgjodhën të heshtin për shkak të rezultatit të zgjedhjeve. Pra, është gjithmonë faji Ramës, është gjithmonë i atyre që nuk punojnë dot, apo është fakti se fryma brenda Partisë Demokratike është aq problem